gjithmonë ta pyetim veten tonë. Një pyetje që shpërfaq fuqinë e sinqeritetit, që shpërfaq qiltërsinë e qëllimit dhe kullueshmërinë e synimit nga fjala që ja dëgjon apo nga fjala që e thua. Ke ardhur në xhumë sot. Pse ke ardhur në xhumë? Nëse përgjigjja jote është obligim, është këmar me zbatu obligimin, kjo është përgjigjja minimale. Nën këtë nuk ki që ka me thonë mo. Për shkak se nën obligim s'ka tjetër pas shkeljes së obligimit. A duhet këtu të përfundon përgjigjeja? Jo. Nuk kemi ardhur sot në xhumë vetëm për ta kryer obligimin. Po, kemi ardhur me kryer obligim, po jo vetëm. Kemi ardhur sot në xhumë që të marrim shpërblimin, por jo vetëm. E për çka kemi ardhur tjetër? Kemi ardhur që të arritim përfitimin në dijen tonë, që pas xhumës të dalim më të fuqishëm në dijen tonë, më të pasur në informata, e pastaj më të zellshëm në praktikë. Andaj besimtari vjen ligjërat, shkon xhumë, lexon libër, përfiton nga gabzimi i caktuar me një të fuqishëm dhe të sinqert për Allahun xhallahu ala, që ta kupton drejt atë që thuhet dhe pastaj të përmirësohet, e të ndryshon. Nëse është i sinqert, Allah ja mundson. Momentin kur ne vim për dëgjuar, thjesht sa për dëgjuar, me kryer një obligim, por nuk kemi të sinqert për Allahun se këto informata do të shërbejnë me të pëndryshuar, atë nuk ndryshojmë. Atë nuk ndryshojmë. Kështu që të ndërlozër, na duhet sinqeritet. Na duhet ta kemi qëllimin e qartë, pse po e ngon hutbën, pse po e ngon ligjëratën, pse po lexon librin. Për ndryshu, apo për t'ia bërë qefin dikujt, apo për ta kryer obligim, apo për ta ikë qafe një detyrë dhe një angazhim. Për çka? Bëj sinqert, hajde në xhumë me një të pastër, që ti thua Allahu xhallahu ala, atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me ndërmjet time, unë kam e përmirësu. Atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me një obligim që nuk jam duke kryer, kam e zbatu. Atë që e dëgjoj dhe ka të bëjë me punë të mirë që duhet me e bo që të fitoj shpëlimin, ka me e bo. E kështu me radhë. E kush vjen me këtë sinqeritet, e me këtë qëllim dhe me këtë synim, me lejen e Allahu xhallahu ala zvoglohet distanca mes dijes dhe veprës, ose e kundërta, rritet distanca mes dijes dhe veprës. Kërko sinqeritet. A je ardhur për Allah? A je ardhur për me përmirësu? A je ardhur për me ndryshu? Apo për çka ke ardhur?